Mirëmbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani, jeni në podcastin Mesut Shabani. Miqtë e mi, po ju pëlqen në fund kjo video, bëni një subscribe. Vetëm një gjë mos harroni, se sot është e diel, data është 5, muaj është i 4, pra jemi në muajin prill, viti 2026. Vit që po e shkelim, 4 muaj, hiç më pak. Dhe sot, edhe pse ishte dita e fundit e vikendit e diel, pati disa trandje politike, të cilat u krijuan me dashje o pa dashje u krijuan. Dhe të shohim se çfarë u tha sot në Tetov, të ndale pak në Tetov, në të që Bilal Kasami, ku e prek, ma barë nuk del. Dëgjoni në vazhdim se çfarë ndodhi me festivalin Karnevalit Ilire. Mirë, faleminderit për ardhjen e juaj. Këtë është edicioni i 18 me radhë, Fantaseria. Pavarësisht asaj ne kemi pasur provime të tjera nga Prizren, nga Prishtinë dhe në Kaçanik. Por kryesorja vetëm po të mbajtur kontinuitetin sepse mjetët të mjaftueshme nuk kemi pasur nga institucionet, edhe që mos humbet kontinuitetin, falë disa biznese dhe individë që na kanë kontrakt dhe na kanë vërtet që tje vini vend të vazhdoj edhe këtë vit. Ne kam pasur keq këtë vit kemi kërkuar mjetën e Lazim Destani, për falenderoj edhe të që me pasur dhe me kanë vështet. Në fatin e keqtonin, këtë vit nuk patëm mundësi që të vërtojmë reorganizimin e karnevalit në qytetin e Tetov. Kontakt nuk e të mjetën Po pra, komunën e Tetovës me mjete simbolike dhe tash unë bëhem i mençëm në komunën e Tetovës që drejtohet nga Bilal Kasami. Duket se prioritetet mbarojnë sa po mbillen kutitë e votimit. Ishte ditë 25, dhe mori votat marrësisë së Sharrit, po. Dhe çfarë u tha? Kalova lumin, së duhet kali. Festivali Karnevalit Ilire, një nga ngjarjet më të njohura kulturore kohëve të fundit në Tetov, 18 vite. Si vjet nuk zbriten nga malësia e Sharrit, ku duhet të mbajë edicionin 18. Rastësi apo vështirë të besohet? Sepse, dëgjoni, unë i them, kishte që vinin edhe nga shteti shqiptar, kishte që vinin edhe nga Italia special për këtë, kishte edhe nga Kosova e kështu me radhë, prezantues. Po pra, vinin vargë dhe shkonin, ndërsa sot mbetet Tetova pa një nga simbolit e saj festival. Nuk u pan as kuajt, nuk u pan as flamurat, nuk u pan as veshmbathja tradicionale e ilirëve e kështu me radhë. Pra, në fund ky qytet nuk dukej si është duket, pra. Them, atje ku prek Bilali, më barë nuk del. Nga jo që dëgjova, këtu ka hatërmbetje me vëmërë dhe pëmënen. Tetov, në kohën e Mickovskit. Nuk është nga Tetova, Bilali dhe të di se si zhvillohen gjërat. Po pra, nuk pati lëvizje, nuk pati kuaj, nuk pati flamëj e kështu me radhë. Bilali ba shumë gjunahe, por një prej gjunahe më të dha është edhe kjo. Dhe ka edhe një situatë tjetër e cila është mjaft interesante dhe jo, po do kisha thënë kështu. Nuk më ka ardhë mirë, por disi e kam pa atë rrugën e fshatit Gjepshisht, i cili ishte dikur komunë, mund ati ku ishte komuna dhe nalt, rrallë se mund të kaloj e dimnit. Për fat të keq. Duke zgjedhur shqiptarët në Tetov, nga ditë të këqijat, mendova se e keqja me vogël është Bilal Kasami, nuk e fituan kundër kandidatin tjetër, sepse vinte nga një parti e cila ishte mjaft e ngarkuar. Dhe besoni apo jo, as një lëvizje të re nuk ka bërë prap njëjtit njerëz. Ndoshta i pari, i dyti, i treti, i katërti në për lista janë ish prap njëri. Posaçërisht në Tetov, në Kërçov, mos flasim, në Strug, në Divër, në Shkup e kështu me radhë. Pra, qytetarët tonë në fshatin Gjepshisht, rruga kryesore ka filluar para 4 muajve dhe kur gjë? Po një net që rruga para zgjedhjeve, po.
Po si filloi dimri edhe unala punime, çfarë i ka filluar punime? Po pra, kjo është logjika e Bilallit. Dhe pastaj arsyetohet, kjo arsyetohet ajo. Nuk do më keq kuptoni. Nëse në rrugën e Shtipskës, që është aty diku afër burgut, fundi çarshisë së epërme, paska dorë Ministria e Transportit. Po këtu kush ka dorë në xhepshisht Bilal? Kush ka? Plus i dërgon të paguajnë me mundin e tyre që kanë pru ujë, nuk e di nga cili vend si i thonë atje diku në Malësitë e Sharit me vetë kontribut. Nuk është okej, por unë vazhdoj më tej. Dhe do ndalim në atë që nesër pritet të ndodhë në Shkup. Protestat e studentëve shqiptar lidhur me provimin e respondencës. Këtë është në rregull asgjë. Por pse studentët nuk protestojnë, kanë të drejtë të protestojnë edhe për ndryshimet kushtetuese. Tash, nuk jam unë ai që ka organizuar në 1981 demonstrat, por kam qenë pjesëmarrës. Dhe kam bërë një krahasim tash me atëherë, sepse kërkesa e parë e studentëve që organizuan protestën ishte profesor na bashkangjiteni, që për mua ishte e pakapshme. Sepse ndër ata profesorë janë gjysma profesorësh nga juridiku në Universitetin Shtetëror të Tetovës dhe të Shtulit dhe të Nënës Teres, nga kështu thënë fela e ministrive, drejtorive kështu me radhë juridike në Republikën e Maqedonisë dhe nuk bën asnjë hap. Dhe cili është krahasimi im mes protestave të studentëve në Prishtinë, Kosovë në 1981 dhe situatës së sotme në RM vitit 2026 lidhur me protestën e paralemruar nga studentët. Te Telegrami.mk e kam nxjerrë edhe një fotografi të asaj kohe që u bën 30.000 deri në 50.000 qytetar, student në u bashkangjitën pra si student dhe edhe pse shokët e mi thoshin kishte 100.000. Kush e bën gjithatë turp të studentëve me 26 mars? Në vitin 1981, si student i Fakultetit Juridik në Universitetin e Prishtinës në Kosovë, në protestat që organizuan dhe morën pjesë në fillim gjithë studentët dhe në u bashkangjitën si përkrahje qytetarë të Prishtinës dhe nga qytetet e tjera të Kosovës që kishin ardhur special në Maqedonisë, Maltës dhe Luginës së Preshevës, sepse atë numër që është edhe në fotografi për 30.000 deri në 60.000 pjesëmarrës e bën bashkë me popullin. Por ne nuk thirrëm asë kohë në bashkangjitën profesorët, sepse ish Republika Socialiste e Jugosllavisë mezi priste të largonte profesorët dhe pastaj të mbyllte të gjitha drejtimet e Universitetit të Prishtinës, tash quhet Universiteti i Kosovës. Pati raste të burgosjes më vonë nga stafi i profesorëve. Pra, qëllimi përfundimtar ishte të mbyllin gjitha drejtimet, por nuk ja dolën. Sepse edhe ne i mbrojtëm profesorët. Atëherë konteksti ishte krejt diçka tjetër. Pra në vitin 1981, protestat nisën nga studentët në fillim te menza si shkas për kushte studentore dhe u përhapën spontanisht pra. U bën kërkesat politike, statusi i Kosovës si Republikë, lirimi të burgosëve politike kështu me radhë. Profesorët kishin rrezik real, burg, përjashtim dhe ndjekje penale. Çdo përfshirje e tyre do ta bënte edhe më të afër reagimin e shtetit jugosllav. Pra, fakti që studentët nuk kërkonin mbështetje nga profesorët nuk ishte pastërti studentore, miq, por më shumë çështje rrethanësh dhe frikë justifikuar për mbylljen e Universitetit të Prishtinës. Pra, sot viti 2026, situata është tjetër. Ka më shumë hapësirë për organizim dhe bashkëpunim. Profesorët shpesh shifen si aleatë ose si pjesë e problemit varet nga rasti. Protestat shpesh kanë karakter më specifik, provime kushte studimi, ligje e tjerë, jo domosdoshmërisht çështje ekzistenciale si në vitin 1971. Dhe shtrohet një çështje tjetër. A mbetet protestë studentore nëse përfshihen profesor apo aktor politik? Përgjigjja pra pas bukurime ime është kjo. Nëse profesorët mbështesin pa e marrë drejtimin, protestat mund të mbeten studentore. Nëse profesorët apo politika e kapin protestat dhe drejtojnë, atëherë nuk është më protestë pas studentore, bëhet instrument. Pra nuk është bardhëzi, nuk është vetëm a ka profesor apo jo, por kush e kontrollon narrativin dhe kërkesat. Sipas mendimit tim, më së paku që duhen në këtë protestë duhet të jenë profesorët. Ndërsa në vitin 1981 kishte rrezik nga represioni shtetëror ndaj profesorëve. Sot s'ka rrezik, por ka vetëm një rrezik, instrumentalizimi politik i kësaj çështje. Vërtet kjo është shumë rëndësishme. Gjatë këtyre 15 viteve të fundit, duke filluar nga zgjedhjet e rektorit të përjetshëm dhe deri tash, ne nuk pa një protestë studentore organizuar nga forumet rinore, studentore, le të jetë edhe për çështjen e provimeve, edhe pse ata në propavi kanë thënë se kemi reketime seksuale, kemi këtë, kemi shitje të notave kështu me radhë, nuk organizuan. Ato prekin në çështjen e moralit dhe kulturës shqiptare. Pastaj, studentët janë
Forca shtytse një popull, pa student, mos lash askënd zoti. Dhe tash i vi era, unë dyshoj se është diçka krejt tjetër, sepse duhet përtestojnë edhe për shumë çka lidhur me të drejtat dhe liritë e shqiptarëve nacionale këtu. Dhe i vetmi që ka reaguar, në mënyrë publike, pa ekuivoke, është kryetari i PD-s-së, zoti Mendi Thaçi. Ta dëgjoj. Është edhe kjo, sigurisht e keni ndëgju, se duhet ka protestuar për mungesën e dhënjes mangësi, që është provimi i jurisprudencës së s'është në gjuhën shqipe. Mirë, mund të jetë ata student, mund të përkrajë, po kjo është mënyra më perfide e legjitimimit të një dështimit të madh të PD-s. Kjo është mënyra më perfide se dia është i përzi këtu, është qeveria e Shqipërisë, është vetëm BDI-ja, është ambasadori i Shqipërisë, po kjo se më intereson, unë flas vetëm nga përvoja ime politike. Mënyra më e ligë e mashtrimit të opinionit publik për shqiptarëve të Maqedonisë dhe të Bashkisë Ndërkombëtare. Kjo mund përkujton vitet 56-68, kur shqiptarët bënin kërkesa për të drejta minimale. Kjo është shekulli 21, dhe nëse ne shkojmë me këtë strategji të BDI-s që të kërkojmë, se BDI-ja ka thënë se gjuha shqipe është vazhdimtare, ajo më dihet, s'po e them një. Ne të kërkojmë provimin e jurisprudencës të gjuha shqipe. Dhe unë e di se sot mund të ketë doni këtë shkuptim të kypën, nuk përkrahej si variantash. Po të shenë, nuk përkrahej si mënyrash, si variantat këtilla. Po pra, dhe më janë dukur pak si ekuivoke për pojën e politik deklaratat e Izet Mexhitit, deklaratat e Kaltrina Beqirit, deklaratat e Arvar Ademit e kështu me radhë. Të gjitha me propagandë politike për të fituar pojën e politikë, sepse vërtet është gjuha ajo e cila e legjitimon një popull. Mirë po, të prekësh në gjuhën e cila legjitimon të një popull, të ka bërë vetëm 20%. Pra, asgjë tjetër ka pasur dhe qeveria maqedonase nga viti 1992 deri në vitin 2026 deri tash. Por shumë çka është e kalbër në këtë shtet se për këtë kanë reaguar sot edhe nga qeveria. Unë do kisha thënë, si doni besoni, si doni mos besoni. Ka një marrëveshje të fshehur ndërmjet BDI-s, përgjithsisht Ali Ahmetit dhe Mickovës, lidhur me shumë çka, pa edhe me këtë si fillim si protestë. Një ditë para protestës së studentëve shqiptar, përmes së cilës, siç është paralajmëruar, do të shprehim pak në Por ta bëj me dije se unë nuk jam me Vlenin, as me BDI. Për mos zbatimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve në dhënien e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe, një varg reagim është në opinion dhe në rrjetet sociale. Për kryeministrin Hristian Mickovski, kjo protestë po mbështetet nga një parti e cila sipas tij nuk e ka zgjidhur këtë problem për më shumë se 2 dekada. Ai theksoi se çështja lidhet edhe me sfida ligjore dhe kushtetuese, përfshirë edhe rekomandimet e Komisionit të Venecias për përdorimin e gjuhëve në gjyqësor. Megjithatë, siguroi se qeveria po punon për një zgjidhje në përputhje me standardet ndërkombëtare, duke u bërë thirrje studentëve të mos manipulohen për qëllime politike. Знаете дека за тој закон имаме мислење негативно од страна на Венецианската комисија која Kjo është vërtet tallje me inteligjencën e shqiptarëve. Njerë, Vleni apo kush pranoj që dërgohet në Komisionin e Venecias, një ligj i cili është me kushtetutë. Kushtetuta për të qenë në Bashkimin Evropian, Maqedonia, do duhet të jetë e barabartë për të gjithë. E barabartë, në aspektin gjësor, në mbishkrime, në çdo gjë. Por Maqedonia, jo vetëm për shkak shqiptarëve, por edhe për shkak të disa punëve ndër skamzave të tjera, është ku është. Pra, vetë kësaj qeverie, qofshin edhe të LSDM-s, BDI-s, qoftë VMRO Vlen, nuk u konvenon hyrja në BE dhe plotësimi i kushteve. што вели дека треба да се напушти билингвализмот, односно двазичноста во рамките на правосудството, бидејќи има предизвици. Тие предизвици се најчесто поврзани со владењето на правото.
И пето, ние како влада, имајќи го сето ова во предвид, формиравме група на уставни експерти кои што работат на решение кое што ќе биде и уставно, но и во согласност со меѓународните стандарди, така што јас ги уверувам студентите дека како што се изнајдоа многу решенија за многу предизвици и многу пропусти од минатото, така и за ова ќе се изнајде соодветно решение. И јас мислам дека тие тоа веќе го знаат и мојот апел е да не дозволат да бидат алатка во раците на политичка партија која што се уште живее во спомените од минатото, односно во времето на минатиот век. Po pra, protesta e nesërme, pra që duhet të mbahet në orën 12 në urën e Gurit në Shkup, kërkohet që t'jetë sipas gjitha standardeve që organizojnë protestat. Dhe studentët janë ankuar se organizatori ka qenë edhe në bisedë informative në polici. Okej, do ta dini se ku jetojmë në Maqedoni. Do ta dini ku jetojmë në Maqedoni. Ndërsa nuk duhet haruar se studentët ishin edhe te Bilal Kasami, ishin edhe te Vleni, nuk duhet haruar. Çfarë u premtuan është mirë ato që ta bëjnë publike nesër. Ai kanë rritur apo çfarë është? Okej, nuk është okej, por unë ndalem me disa gjëra tjera. Zëndës kryeministri i parë nga radhat e VMRO-s Nikolovski dhe ministri i transport Nikolovski sot është lavdëruar se më në fund do e bëjnë linjën e parë të trenit urban në Shkup. Dhe gati deri në shtator. Ditë të tjera në fund të 2027-s. Shumë të punësuar shqiptarë që punojnë në Shkup më kanë thënë pse nuk e aktivizojnë trenin Shkup-Tetov. Dhe lëm për Kërçov. Tetov, Shkup dhe Anasjellës. Çfarë nuk ka. Pra, ndërsa 10 kilometrat e rrugës Shkup-Vllaç vërtet do hyjnë në histori. Çfarë nuk u tha njërë nga Artan Grupi, çfarë nuk u tha tash nga Vleni, dhe nga ajo që jam duke parë, nuk do ma zëni për të madhe ju si dëgjues dhe shikues, për shkak se unë mendoj se zonja Zekolli nuk ka kapacitet që të jetë zëvendës ministre e transport. Nuk ka kapacitet. Shumë çka është zaif. Dhe nuk flas këtu kundër si gjini. Flas si post, sepse posti nuk njeh gjini. Unë edhe kur e kam kritikuar zonjën Teutarifi, dikush më ka zënë për të madhe. Jo, është kryetare komune. Si, pse është femër, ne nuk do themi se e ke bë 2 cm apo letër duhani asfaltin. Ja, se femër është. Ja. Ne kritikojmë postin, jo gjinin. Dhe. Asgjë tjetër kështu dal nga dal, po i afrohemi edhe fundit. Pra, ka pëlqyer ajo që Vlen më në fund e tha një të vërtet, Ali Ahmeti me smitive të rënuar nga Mazhar Telekomi të pasurir për të jakën e qendrës të Tetovës. Dhe ja, Vlen, ku e keni Mazhar Telekomi? E keni VMRO-n? Vazhdojeni atë kombet. Nëse Shtetet e Bashkuara kanë një vendim, realizoni ju atë vendim për Mazhar Telekomi. Se bën. Jo atë që e thot sot një emision debativ dhe investigativ kot, që është në kuadër të TV Telmës, dhe thot se Drini, djali i vllaut Ali Ahmetit, më në fund rezulton të jetë pronar i kompanive mikse të Soravis. Okej, Drini, ta gëzoj emrin sepse dhe nipi me ka emrin Drini. Thot, nëse Aleksandri i Madh në moshën 23 vjeçare ka pushtuar botën, pse unë në moshën 23 vjeçare mos kes milione euro? Okej, bravo Drini. Vazhdo. Mirë, por nuk është këtu. Është via Amerika. Ka reaguar edhe krenar Lloga rreziku nga relativizimi i Gjoshipit i ngjashëm me shfrytëzimin e autonomisë së Kosovës. Krenar, mos e kryj dregzën, se ishe ministri, nuk je marrë me shumë çka. Je marrë me disa punë tua dhe pik. Mos e kryj dregzën. Okej, këtu unë ju përshëndes. Dëgjojmë nesër mbrëmba. Ishit me Mesut Shabani në podcastin Mesut Shabani, se pëlqeu bëni
edhe like edhe subscribe.